Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të shuar, le ta themi kështu, një hamendësim që në fakt është ngritur lart edhe poshtë. Më vijnë shumë mesazhe përse sonte nuk starton Big Brother VIP Kosova. Do me thënë, fillimisht kanë qenë data 7 nëntor deri më datën 10 nëntor që do të startonte Big Brother VIP Kosova. Olsa Muhameti dhe Alaudin Hamiti këtë vit kanë lënë gjithçka të jetë e heshtur, do me thënë nga ana e produksionit Big Brother VIP Kosovës është shumë e vështirë që të sigurohet data e saktë, do me thënë të kuptohet data e saktë. Ato preferojnë që më së shumti të hamendësohet, më së shumti të përflitet, më së shumti të komentohet për këtë reality show, se sa do me thënë të japin data fikse. Unë e kam thënë edhe në videot të mëhershme që Big Brother VIP Kosova besoj që e ka shumë të vështirë për të startuar pikërisht në fillim të muajit nëntor. Mund të mbetet edhe data 25 kur do të startoj Big Brotheri, por që është brënda muajit nëntor me patjetër që po. Akoma nuk kemi asnjë lloj reklame. Akoma nuk kemi asnjë lloj promo të Big Brother VIP Kosovës. Mundësisht që mund të ndodhë edhe të startoj dhe në dhjetor, me Big Brother VIP Albania le të mbeten ndoshta në të njëjtën afat kohor. Pikpyetja është bërë shumë e madhe, do të thënë i gjithë publiku është në ankth se çfarë po ndodh me këtë reality show. Fillimisht nga vetë televizioni Klan u përfol data 7, një mundësi e mundshme për të startuar Big Brotheri, por siç duket, producentët edhe vetë shtëpia akoma nuk është bërë gati për të hapur dyert natën e sonte dhe kjo nuk kupton që edhe mund të anashkalohen si data dhe mund të shkojnë më andej. Ndoshta mund të jetë edhe fundi muajit nëntor kur do të starton Big Brotheri, por mekanizmi i marketingut që ndodhen në Big Brother VIP Kosovën është arma më e bukur që këtë platformë digjitale, këtë projekt gjigant e sjellën të komentueshëm. Ajo që ne deri më tani kemi arritur të sigurojmë përpos datës që është një lëvizje shumë e madhe se kur do të starton, janë moderatorët që mbetet Alaudin Hamidi dhe Jonida Vokshi. Njëkohësisht është producentja që ka një sukses të jashtëzakonshëm, Olsa Muhameti në këtë Big Brother, në këtë reality show që po bën një sukses të jashtëzakonshëm, dhe në anën tjetër, do me thënë është edhe opinioniste që përfliten lart dhe poshtë, siç është Leonora Jakupi, Dalina Buzi që nga informacionet e mia të sigurta që kam bie, do me thënë nga kombinimi, dhe njëkohësisht edhe dy opinionistët e vitit kaluar që patën një sukses të jashtëzakonshëm. Datat që përfliten, do me thënë jo zyrtarisht, sepse është shumë e vështirë për të marrur informacion nga Big Brother VIP Kosova këtë vit, nga që ruajnë çdo gjë e ruajnë me shumë fanatizëm brenda sektorit të tyre, dhe nuk nxjerrin asnjë lloj deklarate qoftë edhe për një banor të mundshëm që mund të jetë pjesë e këtij formacioni këtë vit. Data që mund të fillojë, do me thënë mbetet në hamendësim më muajin nëntor. Nuk kemi një datë fikse, nuk kemi një moment fiks, sepse nuk ka dalur akoma asnjë promo. Edhe pse publiku priste që sonte të startoj Big Brother VIP Kosova, por siç duket shtëpia nuk është akoma gati, edhe pse kemi arritur të kuptojmë edhe nga vetë moderatori i këtij Big Brotheri që bëhet fjalë për një shtëpi tepër gjigante, tepër dinjitoze dhe shumë shtëpi të bukur dhe shumë shtëpi të mrekullueshme. Kjo në fakt është lajmi që flitet për Big Brotherin, se çfarë do të shkojmë më tej, do të kuptojmë në orët në vazhdim.